Sali Berisha, 80 vjeç, garon në zgjedhjet e 11 majit si kandidat për kryeministër duke kërkuar një rikthim për herë të tretë në pushtet, pasi shërbeu si president i vendit në vitet 92-96 dhe si kryeministër nga 2005-2013. Partia Demokratike përjetoi një përçarje të fortë gjatë viteve të fundit dhe Berisha, një themelues i saj, luftoi për të rimarrë drejtimin pasi e gjeti veten të përjashtuar nga partia pas sanksionimit nga SHBA-t si person non grata. Pas sanksionimit nga administrata Biden, ai u mor në akuzë nga SPAK për korrupsion, ndërsa të dyja ngjarjet e cilësoi si të nxitura politikisht duke akuzuar kundërshtarin politik Edi Rama për një komplot me miliarderin amerikan George Soros. Pas ardhjes së administratës së re amerikane, Berisha jo vetëm po shpreson heqjen e këtij sanksioni, por po tenton të krijojë për veten dhe partinë e tij imazhin e konservatorizmit duke importuar tezat dhe sloganet e fushatës së presidentit Donald Trump dhe lëvizjes së tij MAGA. Në këtë frym punsoi si strateg të fushatës së PD-s me një kontratë që ende nuk është transparente, një nga këshilltarët e fushatës së Trump, Chris Lasivita. Në daljen e vetme publike në Tiranë, Lasivita quajti Berishën një mik i vërtet i SHBA-ve dhe i cili do të punojë me sukses me presidentin Trump, ndërsa kryeministri Rama si marionetë e Soros. PD përshtati gjithashtu sloganin e fushatës së Trump, Shqipëria madhështore, inicioi politika konservatore pro familjes dhe kundër kulturës liberale dhe paralajmëroi vendimmarrje për zhbërjen e reformës në drejtësi nëse vjen në pushtet. Në kontrast me linjën konservatore që po ndjek PD, në koalicionin e drejtuar prej saj, Aleanca për Shqipërinë madhështore është dhe Partia e Lirisë, një parti me taban të majtë drejtuar nga një kryeministër socialist dhe disa parti të tjera të vogla me programe politike që shkojnë nga e majta në të djathtë. Po ashtu, veladoni i trumpizmit mbulon një program elektoral më shumë social, ku në një vend të vogël e të varfër si Shqipëria me probleme social-ekonomike, përkthehen në premtime për rritje e pensionesh, rrogash, mbështetje e bujqësisë, shëndetësisë, zgjidhje e problemit pronave të tjerë. Retorika politike e Berishës në këto zgjedhje cilësohet nga njohësit e politikës si absurde, premtimet e tij si të pamundura por edhe të rrezikshme në disa raste për sa i përket të drejtave të njerëzit. MAGA importi, teza trumpiste konsiderohen si të papërshtatshme për realitetin shqiptar nga politikan me përvojë dhe ekspert politikës. Ish aleati i PD-s Dashamir Shehi që drejton lëvizjen për zhvillim kombëtar, një parti e spektrit të djathtë, i tha Birnit se nuk besonte se mbartja e ideve trumpiste do të luante ndonjë rol në elektorat. Shqipëria madhështore është një lloj absurdi për Shqipërinë, një vend me një dimension të vogël me 2 milion banor, tha Shehi duke parë këtë tezë në kontrast të madh me realitetin me të cilin përballen shqiptarët. Sipas tij, sistemi elektoral shqiptar nuk ndikohet nga këto slogane, sepse sistemi këtu është klientelist dhe kapilar, ku partitë vrasin mendjen si të mbledhin votat. Ndarja ideologjike ka rënë me kohë, Kumgull Shehu duke shtuar se nuk shkoi ndonjë projekt apo zgjidhje nga PD përveç se një përpjekje për të bërë kundërbalancë ndaj qeverisë. Për Shehin, i cili ka një përvojë të gjatë në politik, tezat e Berishës janë ndonjëherë të egzageruara dhe deri diku edhe të padrejta. Ai merr si shembull çështjen e pronave, të cilën Berisha premton se do ta zgjidh përfundimisht nëse rivjen në pushtet. Për sa kohë pronat do të trajtohen si koncept elektoral, prona s'do të shkojë asnjëherë tek Zoti, sepse prona është koncepti i së drejtës, koncept ekonomik dhe moral, thot Shehi. Edhe për Afrim Krasniqin, drejtuesi i institucionit për studime politike, një fushatë amerikane në një kontekst shqiptar nuk funksionon. Berisha vijon të jetë një person non grata nga dash dhe është përpjekur që në këtë fushatë elektorale të përdorë një politikë të dukshme publike pro-amerikane për të kompensuar këtë lloj goditje politike që i është dhënë dhe për të përdorur tezën se ndryshimi politik në SHBA do të reflektohet edhe në Shqipëri, thotë ai. Por sipas tij, pavarësisht sloganit të ngjashëm, nëse krahasojmë situatën në SHBA, retorikën e përdorur dhe problematikën nuk ka asnjë lidhje me situatën në Shqipëri. Koncepti i MAGA-s për të bërë SHBA-t një shtet fort lidhet me një superfuqi rreth anakrit të tjera, faktor ekonomik, çështje identiteti, dhe në këtë kuptim është më shumë përpjekje për imazh, spektakël elektoral, sesa realisht një lloj imitimi i fushatës amerikane, sugjeron Krasniqi. Në këtë kontekst argumenton më tej ai, ajo që e bën fushatën në Shqipëri është lideri i ekipit dhe programi dhe këta tre elementë në PD nuk kanë ndryshuar, pasi ka një riciklim të figurave, programeve dhe liderëve. Gjithsesi, Krasniqi vën në dukje disa element pozitiv të fushatës së PD-s që lidhen me tryezat e zhvilluara për diskutimin e programit elektoral në lidhje me aspekte ekonomiko-sociale, diskutime që adresojnë grupe të ndryshme në shoqëri. Tezat e importuara nuk gjejnë terren. Kur Berisha flet për Shqipërinë madhështore, e krahason ato me një pikturë të piktorit kubist shqiptar Ibrahim Kodra, Shqipëria fantastike, që tregon disa elementë peizazhit, kulturës dhe historisë shqiptare, por kur vjen puna tek premtimet elektorale, Shqipëria fantastike përkthehet në rritje pensionesh e rrogash për të krahasuar me nivelin e vendeve të rajonit apo për rritje të buxhetit të shëndetësisë dhe mbështetjet bujqësisë. Kur Trump fliste për MAGA-n, ta bëjmë Amerikën të madhe përsëri, ai referohet fuqisë ekonomike dhe politike të SHBA-ve në një kontekst global, si një nga shtetet me rol dominues që nga lufta e parë botërore. Afrim Krasniqi e sheh sloganin e Berishës si një akt të sforcuar dhe të papërshtatshëm për kushtet e Shqipërisë dhe as të lidhur me konservatorizmin. Në kontekstin shqiptar funksionon sipas tij fokusimi tek problematikat e brendshme, shtrirja tradicionale, aftësia për të paraqitur i reformuar dhe për të krijuar besim, si edhe për të krijuar idenë e një ndryshimi në favor të interesit madhor. Këta element praktikisht nuk paraqiten në konceptin e MAGA, sepse Shqipëria nuk ka konflikt me vendet rajonale dhe nuk ka fuqi ekonomike për të imponuar asgjë, thot Krasniqi. Ai sugjeron se një slogan për një Shqipëri normale do të ishte më efektiv. Konservatorizmi si tezë populiste.
Zhvendosja e PD-s drejt konservatorizmit trumpist erdhi në mënyrë graduale, me deklarata pro familjes dhe kundër kulturës liberale, si dhe me përqafimin e fushatës Trump-Musk kundër institucioneve të tilla si USAID, të cilat kanë shërbyer si degë diplomacisë amerikane përgjatë shumë dekadave dhe që administrata e re ka vendosur t'i mbyll. Deputetët e kësaj partie ndërmorën dhe një nismë ligjore në kuvend që në thelb sanksiononte se në Shqipëri ka vetëm 2 gjini, nismë që aktivistët e të drejtave të njeriut e quajnë të rrezikshme për komunitetin LGBT+ dhe pse është praktikisht e panevojshme pasi ligji shqiptar në fuqi një vetëm 2 gjini. Gjeni Karaj, aktiviste e mbrojtjes së të drejtave të komunitetit LGBTI+, e sheh si shqetësuese përdorimin e retorikës homofobike dhe transfobike në fushat elektorale nga disa parti dhe politikan, po bëhet një mjet për të fituar vëmendje, për të polarizuar shoqërinë dhe për të tërhequr votues që ndihen të friksuar ose të pasigurt për të ardhmen, thot ajo, ndërsa shton se kur partitë nuk kanë një program real për zhvillimin ekonomik apo mirëqenien e qytetarëve, ata përdorin grupet vulnerabël si armikun e brendshëm për të larguar vëmendjen nga problemet reale. Sipas saj, Berisha është një lider që përdor çdo mjet në favor të pushtetit edhe kur ato dalin në kundërshtim me qëndrimet e tij të mëparshme. Ironia është se pikërisht ky njerëz që sot bën fushat me panik moral kundër personave transgjenor dhe jo binar, është i njëjti që në vitin 2010 ka firmosur ligjin kundër diskriminimit, një nga ligjet më përparimtare në rajon, i cili njeh identitetin gjinor si një nocion ligjor të mbrojtur, thekson Karaj. Përdorimi i homofobisë si tezë politike edhe nga figura të tjera politike sipas Karajit është i rrezikshëm për komunitetin LGBTI+. Janë teza të rrezikshme që jo vetëm dëmtojnë komunitetin ton, por edhe zbehin cilësinë e debatit publik, thekson ajo, duke shtuar se qytetarët janë të lodhur nga homofobia e ricikluar si armë politike, nga premtimet boshe dhe nga përpjekjet për të krijuar armiq imagjinar për të mbuluar dështimet reale. Ndërsa për Afrim Krasniqi në Shqipëri nuk ka parti konservatore bazuar në elementet me të cilët matet konservatorizmi si koncept politik, i cili lidhet me identitetin kombëtar dhe nxitjen e ekonomisë së tregut, ai nuk e sheh këtë koncept të partisë konservatore tek forcat politike në Shqipëri. Nuk janë nacionaliste, nuk kërkojnë identitet sepse bëjnë koalicion me këdo, nuk nxisin ekonominë e tregut si prioritare, po përkundrazi premtojnë ndihmë shtetërore për të gjitha kategoritë dhe nuk janë parti që i japin prioritet familjes atë dhe simboleve të shtetit, thot ai. Përkundrazi janë gjithmonë më shumë globaliste në sjelljen e vet, përfundon Krasniqi.